Më poshtë, dollapin më poshtë që kishte qelë në. A ka bateria aty? Ku e ka lënë ai? Ka lënë kamerën për do i dy dhe jalë. Ikte njëshi. Hape njëshin, hape dollapin një. Kompleto. Hape njëshin, me të qelë që shina, hape dollapin një. Bravo. Shifas, ka baterin karikim, hape dhe atë tjetër ndër. Kemi ndikur për disa momente me efektet çfarë po ndodh përpara parlamentit. Shtohet numri i qytetarëve në qendresën e tyre, në protestën e tyre. Është dita e 33 sot e protestës përpara kryeministrisë që do të jetë në mbrëmje. Por një herë është edhe e dyta përpara parlamentit, një tjetër ka qenë 2 ditë më parë, ndërsa ditën e djeshme protestuesit ju drejtuan Spakut me ankesat e tyre përsa i takon kryeministrit Rama dhe denoncimin për Albanian Files. Me njërë më pas mbritje dhe reagimi i vetë kryeministrit Rama, ndërkohë fokusohemi këtu tek parlamenti ku protestuesit kanë qëlluar me vezë drejt deputetëve. Njësër deputet është Partia Socialiste kanë gjetur rrugë alternative për të hyrë në sallë, ndërkohë që deputet Partisë Demokratike është parë që t'jenë larguar nga salla, ndoshta për të drejtuar protestuesve apo bashkuar me ta mbetet për të parë sepse ka qenë një situatë tensioni në një nga baret afër parlamentit ku pati edhe të shoqëruar rreth 4 apo 5 persona mes tyre edhe Gent Progni. Për rreth 10 minuta nis zyrtarisht seanca, kryetari i parlamentit Zoti Peleshi ka mbritur rreth 1 orë më parë në kuvend, ndërkohë që teksta ka mbritur, makina e tij është qelluar me miell dhe vezë nga ana e protestuesve. Janë të shumtë forcat e rendit ditën e sotme, ka kaluar policia në një tjetër nivel masash. Të gjuajnë dhe qytetarët me vezë. Kaloj përsëri linjën e drejt për drejt e Osman Stafa për të përcjell detaje, po Osman. Atëherë është një person i cili është duke tentuar që të hyjë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Është duke ngritur 2 gishtat. Është shoqëruar me disa bodyguard, nuk e arrit kuptoj cili është, por është duke kryer edhe gjeste në drejtim protestuesve. Këta të fundit janë duke kaluar edhe tentuar të përplasen në policinë e shtetit pas provokimit që është bërë dhe ka një konfrontim tashmë me punonësit e policisë pas provokimit që bëri ai person i cili ishte shoqëruar, ndërkohë që ka tashmë edhe goditje me vezë. Pra ishte një provokim i atij personi që janë afruar forcat e ndërhyrjes shpejt apo jo? Janë afruar forcat e ndërhyrjes shpejt pasi protestuesit thyen kordonin